Presidenti Bajram Begaj kreu sot homazhet në varrezat e dëshmorëve të kombit dhe vendosi një kurore me lule pranë monumentit nën Shqipëri. Bashkë me të homazhe bën edhe kryetaria e Kuvendit si dhe disa nga ministrat. Me rastin e 5 Maj, ditës së dëshmorëve, në qytetin e Durrësit gjithashtu u zhvilluan homazhe pranë memorialit të dëshmorëve për të kujtuar sakrificën e tyre për lirinë. Në ceremoni morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, deputetët e zonës, veteranë të luftës antifashiste nacional çlirimtare, nxënës, qytetarë si dhe familjarë të dëshmorëve. Ndërsa në Elbasan, për familjarët e të rënëve, kjo ditë shënon një moment sakrifice. Do thot të nderosh ata që kanë dhënë jetën sublime për kompin. Mua me vra vllai 16 vjeç me 1 metër programati. E filloi kolonj dhe u vran si peshkopis. Sillim brezat, ndër breza vlerat e historisë tonë, sepse janë bitë të këtij kombi. Edhe në Korçë, 5 Maj është përkujtuar nga qytetarët, deputet, drejtues të pushtetit lokal, të familjeve të dëshmorëve dhe komunitetet fetare. Homazhe u zhvilluan edhe në qytete të tjera të vendit.